Favorizuar nga temperaturat e larta, insektet bëhen më aktiv duke shënuar kështu gjatësinë së verës edhe një numër më të lartë të personave të pickuar prej tyre. Shefja e urgjencës së Spitalit Rajonal Omenishani në Gjirokastër, Jona Leka, nisur edhe nga rastet e paraqitura për ndihmë, apelon për më tepër kujdes, veçanërisht për ata që paraqesin reaksione alergjike. Numri i rasteve që paraqiten në spital me pickim nga insektet është edhe më i lartë se sa në fazat e tjera të vitit, pasi dhe rritja e temperaturave shoqërohet me një rritje të numrit të insekteve që mund të shkaktojnë pickime edhe problematika shëndetësore. Reaksionet alergjike të ardhura nga kjo lloj problematike janë të shpeshta, më të shpeshta se në fazat e tjera të vitit, kështu që do ishte me rëndësi ruajtja, sidomos në ambientet e gjelbra, ruajtje e lëkurës me spraj specifik që limitojnë afrimin e insekteve, por në subjektet alergjik gjithashtu kujdesi që të limitohet ekspozimi në këto ambiente, ose pas një konsulte me mjekun e alergjisë, alergologun, të mbajnë barnat e nevojshme për të përballuar momentin e parë të një reaksioni alergjik pas pickimit nga insektet. Një tjetër problematik që lidhet me këtë stinë është edhe infeksionet e lëkurës që vijnë nga frekuentimi plazheve e pishinave, por edhe qëndrimi gjatë në diell. Kemi të shpeshta edhe infeksionet lëkurore, të cilat ndonjëherë shoqërohen edhe me temperaturë dhe që paraqiten në urgjencat tona dhe janë më të shpeshta tek moshat pediatrike, por këshillimi me mjekun në momentin e parë që shfaqen këto ankesa është zgjidhje e dur që komplikacionet janë sa më të pakta. Por duhet bërë kujdes. Subjektet alergjik të jenë të kujdesshëm në ekspozimin në ambientet e gjelbra, të marrin mjekimin e përshtatshëm sipas mjekut alergolog nëse se ata kanë prirje për të patur reaksion alergjike, dhe sidomos nëse se mosha është pediatrike, duhet patur edhe më kujdes, pasi reagimi mund të jetë edhe më i fortë se te një i rritur. Dhe dyta, kujdesi ndaj lëkurës gjatë ekspozimit në diell dhe në ambiente me ujë, në mënyrë tillë që në momentin e parë që shfaqen shenjat e një gjendje infektive të lëkurës, të merren masat e nevojshme duke u paraqitur tek mjeku. Në të dyja rastet, mjekët rekomandojnë marrjen e trajtimit të specialistët, pavarësisht ndihmës së parë që ofrohet nga bluzat e bardha të shërbimit 24 orësh.